Përshëndetje të dashur miq, ju kam sjellë byrek me boronica. Byrek i ëmbël me peta të thata. Doli vërtet fantastike kjo recetë, shikoni rezultatin. E shoqërova me akullore dhe kur thotë Eli çfarë të hash tashmë, se këtu kemi përbërësit, boronica, qumësht, vezë, gjalp, sheqer, peta të gatshme dhe këtë tepsi 20 cm për diametër. Në një tas edhim 3 kokra vezë, 100 gram sheqer i rraf mirë, 250 gram djathë të butë, 60 gram gjalp i përzije mirë, lëkurën e 1 limoni i përzije mirë dhe 2 goda me qumësht. Për sasi shikojni vetë me sy, sipas dëshirës, u kuptova gjithsej 3 peta të thata dhe 150 gram boronica. I hedhim në një tepsi, siç e thash më parë, masën e tepsisë e veshim me letër fure direkt në furrë të paranxirur me 180-190 gradë për 30-35 minuta. Shikoni me sy derisa të marrë të ngjyrën e artë. E lëm që të ftofet mirë dhe e kthejmë në një pjatë. Ky është rezultati. Doli edhe shumë i bukur për ta prezantuar në tavolinë. E presim, lërin gjithmonë të ftofet. Ky është rezultati, shikojni. Fantastike, me gjithmonë që ja vlen, provojni dhe nuk do shkënjeheni. I hedhim pak sheqer plur sipër, akullore me limon në këtë rast, me gjithmonë që ja vlen, provojni. Dhe kur thotë Eli, super. Shumë recete mirë për ta prezantuar nëse keni miq e shok, çfarë keni për zemër. Kjo është prova, mua më pëlqeu shumë, familjarëve ju pëlqeu shumë, dhe është edhe shumë e thjeshtë për ta përgatitur. Dhe ka dhe shumë sy. Shpresoj që t'ju pëlqej, ju uroj gjithë të mirë dhe mirupafshim.